Të ngjatjeta miku im dhe mirë se vjen. Ato që do të dëgjosh tani janë disa nga fjalët më të rëndësishme që do të dëgjosh ndonjëherë në jetën tënde. Ato shpjegojnë marrëdhënien midis Perëndisë dhe njeriut. Nuk është e domosdoshme të kesh librin me figura, por nëse e ke, dëgjosh kasetën deri në fund e pastaj ta dëgjosh duke e ndaluar her pas here për të menduar më thellë për gjërat që e duke dëgjuar. Në fillim ekzistonte vetëm Perëndia. Nuk ishte asgjë tjetër. Perëndia krijoi botën dhe urdhëroi të kishte dritë. Ai krijoi diellin për të qeverisur ditën dhe hënën për të qeverisur natën. Perëndia është i mirë dhe Zot i gjithçkaje. Informacioni që po dëgjoni vjen nga libri i Perëndisë. Ky libër është fjala e Perëndisë dhe na tregon për Perëndin dhe rrugët e tij. Ai përmban shkrimet e shumë profetëve të njohur. Ky libër na shpjegon përse Perëndisë, që i do të gjithë njerëzit, ju desh të ndaj nga ata që i donte aq shumë. Gjithashtu, në këtë libër shpjegohet se si Perëndia bëri një plan për t'i kthyer njerëzit përsëri tek vetja, për të qenë miqt dhe fëmijët e tij. Ky libër është Bibla. Perëndia krijoi gjithçka me anë të fjalës që foli. Ai tha, le të bëhet, dhe u bë ashtu si ai tha. Ai foli dhe krijoi qiejt. Ai foli dhe u krijua deti. Ai foli dhe toka u krijua. Pastaj, në të njëjtën mënyrë, ai krijoi të gjitha qenjet e gjalla, peshkun në ujë, zogj në qiell dhe kafshët e tokës. Në këtë mënyrë, Perëndia krijoi gjithçka me anë të fjalës. Perëndia ishte i kënaqur me gjithçka që krijoi. Gjithçka që ai krijoi ishte mirë. Gjithçka ishte shumë më mirë. Perëndia krijoi njeriun e parë nga dheu i tokës dhe gruan e parë nga brinja e burrit. Ai i quajti ata Adam dhe Evë. Perëndia e deshi Adamin dhe Evën. Ai u dha atyre autoritet mbi gjithçka që kishte krijuar. Ata ishin miqtë e Perëndisë. Perëndia krijoi një kopsht të bukur që ata të jetonin atje. Perëndia u foli atyre kur ishin në kopsht dhe u dha leje të hanin çdo frut që gjendej atje, me përjashtim të frutit një peme. Por ata përzgjodhen të mos i bindeshin Perëndisë dhe hëngrën frutin e ndaluar. Ata mëkatuan kundrejt Perëndisë dhe e prishën miqësinë me të, kështu që atij i duhet i ndëshkonte. Ndaj Perëndia i përzuri nga kopshti i bukur. Perëndia e urren mëkatin, që prej asaj kohe njerëzve u desh të punojnë shumë për të nxjerrë bukën e gojës. Mëkati solli gjithashtu edhe dhimbje, vuajtje e vdekje. Adami dhe Eva patën 2 fëmijë. Ata quheshin Kain dhe Abel. Kaini ishte xheloz për Abelin dhe një ditë e vrau atë. Perëndia e ndëshkoi Kainin për këtë gjë të ligë që kishte bërë. Perëndia vritet shumë shpirtërisht kur njerëzit mëkatojnë. Mëkati është ai që na ka ndarë ne nga Perëndia. Perëndia e njeriu s'mund ta kishin më miqësinë që Perëndia dëshironte. Kaluan shumë vite dhe gjatë kësaj kohe Adami dhe Eva patën fëmijë të tjerë. U bën kështu shumë njerëz pas ardhes të Adamit dhe Evës. Çdo njëri prej tyre u tregua mosbindës ndaj Perëndisë. Ata po bëheshin gjithmonë më të ligjë. Mëkati i tyre u shtua kaq shumë, saqë Perëndia vendosi t'i shkatronte të gjithë me një përmbytje të madhe. Kishte vetëm një njeri që e donte Perëndin dhe i bindej atij. Ai quhej Noe. Perëndia i tha Noeut të ndërtonte një ark të madhe prej druri. Perëndia do të shpëtonte Noeun dhe familjen e tij në këtë ark. Noeut ju deshon shumë vjet për të ndërtuar arkën. Gjatë gjithë kësaj kohe, Noeu i paralajmëroi njerëzit për ndëshkimin që Perëndia do të sillte për shkak të veprimeve të tyre të këqija. Njerëzit nuk u avun veshin paralajmërimeve të Noeut. Ata nuk donin të ktheheshin nga rrugët e tyre të mbrapshta. Perëndia solli kafshë të çdo lloji tek Noeu dhe ai i futi në ark. Pastaj, së bashku me gruan dhe 3 djemt, secili me gruan e vet, hyn në ark. Në ark kishte 8 njerëz dhe kafshët. Pastaj Perëndia e mbylli derën e arkës. Pas 7 ditësh, Perëndia dërgoi shi shumë të dendur dhe ujë nga nën toka. Në 40 ditë, Perëndia e përmbyti të gjithë botën. Tani ishte shumë vonë për ata që ishin jashtë arkës. Të gjithë u mbytën. Kurse Noeu me familjen e tij ishin të shpëtuar në ark,
sepse ata I kishin besuar dhe ishin bindur Perëndisë. Kaluan shumë vite dhe pasardhësit e Noeut formuan shumë fise. Abrahami ishte një nga këta pasardhës. Ai ishte një njeri që e deshi Perëndin dhe ju binte atij. Perëndia I premtoi Abrahamit se pasardhësit e tij do të bëheshin një popull I madh. Abrahami dhe gruaja e tij Sara s'kishin fëmijë në atë kohë, por përsëri e besuan premtimin e Perëndisë. Kur ishin shumë të moshuar, u lindi një djalë që I vënë emrin Isak. Perëndia premtoi se do të bënte diçka shumë speciale nëpërmjet Isakut dhe pasardhësve të tij. Abrahami kishte fëmijë dhe nga gra të tjera. Njëri nga ata fëmijë quhej Ishmael. Ai u dha të I kombeve arabe. Pasardhësit e Isakut u bën një komb I madh I quajtur Izrael. Një nga pasardhësit e Isakut ishte Mojsiu. Edhe ai besoi tek Perëndia dhe ju bindi atij. Perëndia e thiri Mojsiun në një mal ku foli me të. Perëndia I dha atij ligje që t'ia mësonte popullit të tij. Mojsiu ul nga mali me ligjet e Perëndisë të shkruara në një gur. Ligjet e Perëndisë janë për të gjithë njerëzit. Ligjet e tij janë të drejta. Ligjet që I dha Perëndia Mojsiut janë për të mirën e të gjithë njerëzve. Ato na mësojnë se ne duhet ta duam, ta adhurojmë dhe t'i bindemi Perëndisë që është një dhe I vërtetë. Nuk duhet të bëjmë idhuj dhe të përkulemi përpara tyre. Nuk duhet ta përdorim emrin e Perëndisë në mënyrë të parespektshme. Nuk duhet të vrasim, nuk duhet të vjedhim, nuk duhet të japim dëshmi të reme për njerëzit e tjerë, nuk duhet të dëshirojmë gjërat që u përkasin të tjerëve. Fëmijët duhet të binden prindërve dhe të nderojnë ata. Dhe të gjithë njerëzit duhet të lënë një ditë çdo javë për të pushuar e për të adhuruar Perëndin. Në atë kohë, një person që mëkatonte duke thyer ligjin e Perëndisë duhet të sakrifikonte për Perëndin një qengj I cili vdiste në vend të mëkatarit. Qengji ishte simboli një sakrifice shumë më të madhe që do të bëhej më vonë, një sakrificë që vetë Perëndia do ta bënte e që do të ishte mëkatet e të gjithë atyre që do ta pranonin sakrificën e Perëndisë si sakrificë për mëkatet e tyre. Perëndia po përgatitej të dërgonte në tokë Jezusin, I cili do të bëjë sakrificë për mëkatet e të gjithë njerëzve. Perëndia u tha këtë gjë shumë prej profetëve të tij, dhe ata shkruan për të në Bibël. Për Jezusin u shkrua: Shikoni, qengji I Perëndisë që heq mëkatet e botës. Jezusi lindi në një mënyrë tepër të veçantë. Një ëngjëll u dërgua nga qielli tek një virgjëreshe quajtur Mari, e cila në atë kohë ishte fejuar me një burr të quajtur Jozef. Ëngjëlli I tha Marijës se Perëndia do të bënte që ajo të ngelej shtatzam pa patur kontakt me ndonjë burr. Maria e dinte se Perëndia mund ta bënte atë që tha, sepse ai ishte aq I fuqishëm sa kishte krijuar qiejt e tokën me anë të fjalës së tij. Ndaj besoi atij. Në një mënyrë tepër të veçantë, Perëndia ishte ati I Jezusit. Pastaj, ëngjëlli u shfaqi edhe Jozefit në gjumë dhe I shpjegoi se Maria nuk ishte kontakt me asnjë burr tjetër, por Perëndia po bënte diçka të veçantë me të. Ai e urdhëroi Jozefin dhe Marin që fëmijën ta quanin Jezus, që do të thotë shpëtimtar. Jozefi ju bindi Perëndisë dhe nuk fjeti me Marin derisa lindi fëmia. Në këtë kohë, mbreti kërkoi që të gjithë njerëzit të shkonin në qytetet e origjinës së tyre për t'u regjistruar. Marijës dhe Jozefit I duhej të shkonin në qytetin e Betlehemit. Kur arritën ata nuk ishte më vende bosh. Të gjitha shtëpitë e hanet ishin plot me njerëz, ndaj atyre ju desh të rinin në një grasht. Atje, Maria lindi fëmijën Jezus. Atë natë, një ëngjëll u shfaq disa barinjve që po ruanin delet në një fushë aty afër, dhe u tha se fëmia I veçantë, që ishte caktuar të ishte shpëtimtari të gjithë njerëzve, kishte lindur në një grasht aty afër. Pastaj, pa pritur, në qiell u shfaqën shumë ëngjëj dhe duke kënduar lavdëronin Perëndin. Barinjt u nisën të gjenin fëmijën e veçantë. Ata u treguan të gjithë njerëzve ande rrotull se si ëngjëjt u ishin shfaqur atyre. Në Bibël nuk na tregohet shumë për jetën e hershme të Jezusit. Dim se Maria e Jozefi e çuan foshnjën Jezus në Egjipt kur dikush po përgatitej ta vriste foshnjën e shenjtë, dhe pastaj u kthye në qytetin e Nazaretit. Jezusi u rit I mençur e I fuqishëm dhe hiri Perëndisë që mbi të. Kur Jezusi ishte 12 vjeç,
Maria dhe Jozefi e morën me vete në Jeruzalem. Ai bisedoi për Perëndin me mësuesit e udhëheqësit e Izraelit. Ai dëgjoi ata, u bëri pyetje dhe u përgjigj pyetjeve të tyre. Ata të gjithë u habitën me njohuritë e tij të thella për Perëndin. Shumë njerëz e besuan mësimin e tij dhe ai u bë shumë i njohur. Jezusi kishte fuqi të dhënë nga Perëndia për të bërë mrekulli. Ai shëroi të verbër, ringjalli të vdekur, e madje eci edhe mbi det. Ai bëri shumë mrekulli në prezencë të shumë njerëzve për të provuar se ai ishte dërguar nga Perëndia dhe kishte autoritet të dhënë prej tij. Ai fliste dhe bëi ashtu si ai thosh. Jezusi ishte tepër i veçantë dhe shumë njerëz e dinin këtë gjë. Jezusi bëri shumë mrekulli, e shumë njerëz si shkuan pas. Jezusi ishte i dashur e i mirë. Ai shëroi të sëmurët dhe u tregoi atyre rrugën e Perëndisë. Ai kur nuk mëkatoi, por gjithmonë bëri atë që Perëndia donte që ai të bënte. Ai erdhi të na tregonte dashurinë e Perëndisë, që ne të shkonim përsëri tek Perëndia e të ecnim në rrugët e tij. Në atë kohë kishte disa udhëheqës fetar me influencë, të cilët ishin shumë xheloz për Jezusin. Ata nuk donin të pranonin që kishin shkelur ligjin e Perëndisë dhe ishin mëkatarë njësoj si të tjerë. Zemrat e tyre ishin të ngurtësuara dhe ata nuk donin të besonin që Jezusi ishte dërguar nga Perëndia. Ata thanë gënjeshtra për Jezusin e bën që ai të arrestohej e të rrihej. Ushtarët i vendosën mbi kokë një kuror me gjëmba e u tallën me të. Ai mund t'i bënte ballë kësaj gjëje. Ai mund t'i ndalonte ata, por nuk veproi kështu. Ai kishte ardhur në botë të bëjë sakrificë për mëkatin, të sakrifikonte jetën për mëkatet e të gjithë njerëzve. Jezusi mori mbi vete ndëshkimin që në të vërtetë e meritonin njerëzit. Ushtarët e gozhduan Jezusin në një kryq prej druri. Pastaj e ngulën kryqin në tokë dhe Jezusi mbeti i varur atje derisa vdiq. Në atë kohë ishte zakon që të vrisnin kriminalët më të këqij në këtë mënyrë mizore. Në kryq atë ditë u varën gjithashtu edhe 2 kriminalë. Por Jezusi nuk ishte kriminal. Ai ishte i pafajshëm. Ai s'kishte bërë asgjë të keqe. Atë ditë ai po vdiste për mëkatet e të tjerëve, jo për mëkatet e tij. Pasi ai kurrë nuk mëkatoi. Ai vdiq për mëkatet e njerëzve që jetuan në atë kohë dhe gjithashtu për mëkatet e njerëzve që do të jetonin në kohërat e mëpasshme. Vdekja e tij lan mëkatet e të gjithë atyre që duan të largohen nga rrugët e tyre të mëkatshme dhe e pranojnë sakrificën e tij për veten e tyre. Kur Jezusi vdiq, ai bëri sakrificën perfekte. Ai, me gjakun e tij të pamëkatshëm, pagoi për mëkatet e të gjithë njerëzve. Perëndia tha se nuk nevojitet më sakrificë tjetër, sepse Jezusi bëri sakrificën perfekte. Armiqtë e Jezusit menduan se shkatruan atë, por nuk ishte kështu. Pasi vdiq Jezusi në kryq, një miku i tij i pasur e vendosi trupin e tij në guvën e tij të re të varimit. Ata e mbyllën hyrjen e guvës me një gur të madh. Ditën e tretë, herët në mëngjes, disa gra shkuan te guva për të bërë zakonet e varimit. Ata u habitën ku panë se guri ishte lëvizur dhe Jezusi nuk ishte atje. Ato u habitën akoma më shumë kur panë se 2 ëngjëj u thanë atyre se Jezusi ishte gjallë. Këta mesazhirë nga Perëndia u thanë qartë se Jezusi ishte ringjallur. Jezusi, pasi u ringjall, filloi të vizitonte disa nga dishepujt e tij. Ai bisedoi me ta dhe hëngri me ta. Thomai, një nga dishepujt e tij, dëgjoi që Jezusi ishte ringjallur, por nuk mund ta besonte. Ai tha: "Unë nuk e besoj, por nuk i pash plagët e tij të shkaktuara nga gozhdët dhe po nuk e prek atë." Jezusi shkoi përsëri në atë vend kur Thomai ishte atje dhe i foli direkt atij. Thomai u gjunjëzuar përpara tij duke besuar. Jezusi i tha: "Ti besove sepse më pe, por bekuar janë ata që nuk më shohin e përsëri besojnë." Për 40 ditë nga dita e ringjalljes, Jezusi u shfaq njerëzve. Shumë njerëz e panë dhe e besuan që ishte ringjallur. Ishte koha që Jezusi të kthehej në qiell. Ai e kishte përfunduar punën që duhej të bënte.
Jezusi u tha dishepujve të tij që ata duhet i tregonin gjithkujt, kudo, atë që ai kishte bërë. Pastaj, kur shumë prej njerëzve që i shkonin pas po e shikonin, ai filloi të ngrihej lart e më lart nga toka, derisa hyri në një re e u zhduk nga pamja e tyre. Menjëherë u shfaqën dy ëngjëj. Ata u thanë dishepujve se Jezusi do të kthehej një ditë përsëri, në të njëjtën mënyrë që u largua. Jezusi është tani në qiell, duke përgatitur një vend për të gjithë ata që besojnë në të dhe ndjekin rrugën e tij. Jezusi përgatiti për ne rrugën për të shkuar tek Perëndia. Përse vdiq Jezusi në kryq? Jezusi vdiq që të shpëtonte mëkatarët nga ndëshkimi për mëkatin. Jezusi kurrë nuk mëkatoi dhe vdiq që të largonte mëkatin që na ndan ne nga Perëndia. Kryqi na kujton se Jezusi është qengji i panjoll i Perëndisë që u sakrifikua për ne. Kur ne pendohemi dhe besojmë në Jezusin, Perëndia na i fal mëkatet. Jezusi na bëri përsëri fëmijë të Perëndisë e miq të tij. Kur ishte gjallë, Jezusi u tregoi njerëzve shumë histori që t'i ndihmonte të kuptonin rrugën e Perëndisë. Ai tha se ka dy rrugë. Secili fillon të ecë në rrugën e gjerë të mëkatit që të çon në shkatërim e ndëshkim. Ne të gjithë kemi natyrë mëkatare që trashëgojmë nga Adami, njeriu i parë. Ne kemi mëkatuar duke bërë gjëra që Perëndia nuk i pëlqen. Jezusi tha se ne duhet të largohemi nga rruga e gjerë dhe duhet të futemi në rrugën e ngushtë që të çon tek Perëndia në qiell. Ne mund të hyjmë në rrugën e ngushtë vetëm nëpërmjet Jezusit. Ne hyjmë atje duke u penduar për mëkatet dhe duke pranuar atë sakrificë që Jezusi bëri për mëkatet tona në kryq. Përse nuk i flet atij tani nga zemra? Thuaj, Zot, ti je i madh dhe i shenjtë, dhe unë të rrëfej se kam mëkatuar. Unë besoj se Jezusi vdiq në kryq për të paguar mëkatin tim. Të lutem më fal. Pastroje zemrën time edhe më bëj mua një nga fëmijët e tu. Unë dua të eci në rrugën e Jezusit dhe të vije të jetoj me ty në parajs kur të vdes. Faleminderit Atë. Amen. Jezusi i mirëpret njerëzit prej çdo fisi, kombi e gjuhe. Kur besojnë tek Jezusi, ata të gjithë bëhen fëmijë të Perëndisë. Edhe pse vijnë prej shumë kombesh e kulturash, të gjithë i përkasin një familje, familjes së Perëndisë, të bashkuar prej Zotit Jezu Krisht. Ata janë në rrugën e ngushtë që të çon në qiell. Një mbrëmje, një mësues i fesë i quajtur Nikodem, shkoi të fliste me Jezusin. Jezusi i tha atij diçka shumë të pazakontë. Jezusi i tha se kushdo që dëshiron të bëj pjesë në familjen e Perëndisë, duhet të rilind. Ne jemi të lindur në familjen e prindërve tanë, ndaj quhemi të hyrë në atë familje. Kur hyjmë në familjen e Perëndisë, është njësoj si të lindemi për së dyti. E para është lindje fizike, e dyta është lindje shpirtërore. Ne nuk kemi fuqi të ndryshojmë vetveten. Shpirti i shenjtë i Perëndisë na jep një jetë të re kur ne besojmë tek Jezusi dhe ndjekim atë. Atëherë ne bëhemi njerëz të rinj, njerëz të Perëndisë. Përpara se të shkonte në qiell, Jezusi u premtoi dishepujve se ai do t'ju dërgonte një dhuratë, shpirtin e shenjtë të Perëndisë. 10 ditë pas u kthye Jezusi në qiell, judejt kishin një ditë të shenjtë që festonin në Jeruzalem. Judejt nga të gjitha anët e botës shkonin në Jeruzalem për ta festuar. Edhe dishepujt e Jezusit ishin atje, të gjithë bashkë në një vend. Papritmas, shpirti i shenjtë i Perëndisë erdhi dhe mbushi të gjithë dishepujt ashtu siç kishte premtuar Jezusi. Këta judej nga vende të ndryshme u habitën kur dëgjuan dishepujt të flisnin në gjuhët e tyre për gjërat e mrekullueshme që Perëndia kishte bërë. Shpirti i Perëndisë është i fuqishëm. Tani ai jeton në të gjithë kristianët e vërtet,
dhe u jep atyre fuqi për të dashur Jezusin e për t'u bindur atij. Përpara se të besojë tek Jezusi, njeriu është si dikush që ecën në errësirë. Ai pengohet dhe shpesh bie në mëkat sepse nuk ka dritë që t'i tregojë rrugën. Kur besojmë tek Zoti Jezus, ne bëhemi si dikush që ecën në një rrugë të drejtë në një ditë me diell. Jezusi tha: "Unë jam drita e botës. Nëse dikush më ndjek mua, ai nuk ecën në errësirë." Perëndia I jep shpirtin e shenjtë çdo besimtari që ta ndihmoj e t'i mësoj rrugën e jetës. Një kristian është një krijesë e re që dëshiron t'i bindet fjalës së Perëndisë. Ai është mirënjohës Perëndisë që I ka falur mëkatet. Një besimtar në Jezu Krishtin nuk duhet të kryejë shturje, të zihet, të vjedh ose të adhuroj idhuj e perëndi të tjera. Shpirti I shenjtë I jep besimtarit fuqi të largohet nga gjërat e këqija dhe të bëjë gjërat e mira. Kur një familje ecë në rrugën e Perëndisë, burri e do gruan dhe gruaja nderon burrin e saj. Këtë urdhëron edhe fjala e Perëndisë. Ata ndihmojnë dhe inkurajojnë njëri tjetrin dhe I mësojnë fëmijët e tyre të duan Perëndin dhe t'i binden atij e fjalës së tij. Në familjen kristiane, antarët luten së bashku dhe punojnë së bashku për Zotin. Jezusi I mësoi ata që I shkonin pas që t'i donin të gjithë njerëzit, madje edhe armiqt. Ne duhet të ndihmojmë çdo kënd që ka nevojë për ndihmë, qoftë ky edhe prej një kombi tjetër apo feje tjetër. Jezusi tregoi një histori për një burr që po udhëtonte për të shkuar në një qytet tjetër. Atë e sulmuan ajdutët dhe e rahën. Një burr që I përkiste një feje tjetër e gjeti udhëtarin e dëmtuar rënd. Ai e ndihmoi atë sepse e dinte që ai kishte nevojë. Ai nuk kërkoi ta paguante. Jezusi tha se ne duhet të bëjmë gjëra të tilla të mira. Disa njerëz, përpara se të fillojnë të ndjekin Jezusin, mund të kenë qenë në kontakt me Satanin apo me shpirtra të këqij, ose besonin në idhuj. Ndjekësit e Jezusit nuk duhet të kenë lidhje me shpirtrat e këqij. Ne nuk duhet t'ua kemi frikën atyre apo të shërbejmë atyre. Zoti është më I fuqishëm se Satani apo shpirtrat e këqij. Besimtarët kristian e largojnë gjithçka që I përket Satanit dhe shpirtrave të këqij. Ne, besimtarët, s'kemi pse t'ja kemi frikën Satanit, por ne mjafton vetëm t'i kërkojmë Perëndisë na ndihmojë e t'na mbrojë. Një herë, ishte dikush që ishte mbushur me shpirtra të këqij. Litarët dhe zinxhirët nuk mund ta mbanin atë sepse demonët brenda tij ishin shumë të fortë. Jezusi I urdhëroi demonët të dilin nga ai njeri dhe ata dolën. Ky njeri ishte çliruar nga pushteti që kishin demonët mbi të dhe vrapoi të tregonte miqve të tij se ç'kishte bërë Jezusi. Jezusi është shumë I fuqishëm se shpirtrat e këqij. Ai ka çliruar shumë njerëz nga kontrolli I tyre. Satani dhe shpirtrat e këqij të gjithë I binden Jezusit. Nëse ti shqetësohesh nga shpirtrat të këqij, kërko besimtarëve të tjerë të luten me ty. Kërkoj Zotit Jezu Krisht që është I fuqishëm që t'i largojë ata. Nëse e duam dhe I bindemi Jezusit, ai jeton në ne me anë të shpirtit të tij të shenjtë. Fuqia e tij na mbron ne dhe Satani nuk mund të na bëjë asgjë të keqe. Satani shpesh përpiqet të tundojë fëmijët e Perëndisë që të mos e ndjekin Zotin Jezus. Satani do që ne të harrojmë Perëndin dhe rrugët e tij dhe dëshiron të na tundojë me gjëra të tilla si para, rroba të bukura, duhan, imoralitet dhe pije të forta. Satani do që ne të besojmë se këto gjëra janë më të rëndësishme se Perëndia. Ai do që ne të besojmë se këto gjëra do të na bëjnë të lumtur. Por Satani është gënjeshtar. Ai përpiqet na mashtrojë të na kthejë kundër Perëndisë. Kur besojmë në Zotin Jezu Krisht dhe ndjekim atë, Shpirti I Shenjtë do të na ndihmojmë të bëjmë ballë këtyre tundimeve. Jezusi tregoi këtë histori. Një djalë I ri u largua nga shtëpia, shkoi shumë larg dhe bëri shumë gjëra të këqija. Ai prishti të gjitha paratë që kishte
duke pirë dhe pas prostitutave. Pasi u mbaruan parat, në atë vend ra një zi buke, dhe ai mbeti i varfër dhe i uritur. Ai ishte penduar për mëkatet dhe u kthye tek Jati për të kërkuar falje. Jati e donte shumë dhe e mirëpriti djaloshin me dashuri të madhe. Kjo histori na tregon se nëse mëkatojmë, ne duhet të pendohemi e t'i largohemi mëkatit. Perëndia do të na i falë mëkatet dhe do të na mirëpres për shkak të dashurisë të madhe që ka për ne dhe për shkak të sakrificës që Jezusi bëri për ne. Çfarë mund të bëjnë njerëzit e Perëndisë kur sëmuren? Ata mund të luten Perëndisë në emër të Jezusit dhe të besojnë se ai do të bëjë më të mirën. Ata nuk duhet të luten asnjë gjëje tjetër. Perëndia ka mundësi ta shërojë njeriu e sëmurë nëse dëshiron, ose e ndihmon atë të gjejë ilaçin e duhur. Perëndia na don dhe kontrollon gjithçka që ndodh fëmijëve të tij. Perëndia e mbron besimtarin nga Satani, ndaj ne s'duhet kemi frikë. Jezusi është me ne dhe na jep paqe në kohën e mundimit, në kohët e vështira. Të gjithë e dim se një ditë do të vdesim, po ç'ndodh më pas? Bibla, fjala e Perëndisë, thot se kur një kristian vdes, shpirti i tij shkon për të qenë me Zotin Jezu Krisht. Miqtë e tij nuk duhet të mbyten nga dashpërimi. Ne nuk duhet ta kemi frikë vdekjen, sepse dim që Perëndia na do dhe na ka çliruar nga mëkati me anë të besimit në Jezu Krishtin, që është sakrifica për mëkatin tonë. Jo, besimtarët nuk e kanë këtë të ardhme të mrekullueshme pas vdekjes, jetën e përjetshme me Perëndinë. Ata shkojnë në vendin e ndëshkimit, sepse e kanë refuzuar rrugën e Perëndisë. Çdo pjesë e trupit tonë bën punën e vet. Syri është për të parë, veshi për të dëgjuar dhe goja për të folur e për të ngrënë. Të gjitha pjesët e trupit punojnë së bashku. Nëse një pjesë është e dëmtuar apo e sëmurë, i gjithë trupi e ndjen. Perëndia thotë se besimtarët janë pjesë të një trupi që quhet kish. Zoti Jezus është koka e këtij trupi. Perëndia u ka dhënë të gjithë kristianëve një punë për të bërë. Çdo një duhet të punojë për Zotin Jezus për të ndihmuar të gjithë trupin të jetë i fortë. Të gjithë besimtarët duhet ta duan njëri tjetrin dhe të punojnë së bashku, sepse përndryshe trupi nuk do të jetë i fortë. Të gjithë besimtarët duhet të përpiqen të takojnë rregullisht me njëri tjetrin për ta adhuruar Perëndinë. Ne mësojmë nga Bibla, këndojmë himne e lutemi. Gjithashtu, duhet të japim dhurata për punën e Perëndisë. Perëndia gjithashtu na urdhëron të kujtojmë vdekjen e Zotit Jezus. Njerëzit e tij ndajnë bukën dhe verën. Buka na kujton trupin e Jezu Krishtit që u thye për ne në kryq. Vera na kujton gjakun e tij që u derdh për të na pastruar nga mëkatet. Ne rikujtojmë vdekjen e tij në këtë mënyrë derisa ai të vijë përsëri. Një ditë Zoti Jezus do të vijë papritmas nga qielli në tokë, tamam ashtu siç premtoi. Ai do të vijë të marrë familjen e Perëndisë. Jezusi do të ringjallë të gjithë njerëzit e Perëndisë që kanë vdekur. Varret e tyre do të boshatisen. Njerëzit e Perëndisë që do të jenë ende gjallë do të shkojnë me ta. Ne, të gjithë do të takojmë Zotin Jezus në hapësirë dhe do të rrimë me të përgjithmonë. Jo, besimtarët nuk do të merren dhe do të lihen të presin gjykimin e Perëndisë. Ne nuk e dim se kur do të kthehet Jezusi, por duhet jemi në çdo kohë gati e ta presim. Ashtu si pema prodhon fruta, shpirti i shenjtë i Perëndisë prodhon fryta të mira në jetën e një besimtari. Jezusi tha: "Unë jam hardhia, ju jeni degët. Nëse ju qëndroni në mua e unë në ju, ju do të jepni shumë fryt." Shpirti i shenjtë i Perëndisë jeton e punon në zemrat tona. Frytat që prodhon në ne janë dashuri, gëzim, paqe, durim, mirësi, perëndishmëri, besnikëri, përulje, vetkontroll. Nëse degët e pemës nuk japin fryt, ato priten, ato vdesin e digjen. Ndjekësit e Jezusit duhet të prodhojnë shumë fryte. Kjo lavdëron dhe nderon Perëndin, Atin ton qiellor. Jezusi u tha dishepujve të tij se ata duhet të shkonin e të tregonin të tjerëve lajmin e mrekullueshëm që ata mund të shpëtojnë, nga që është mundësia për të shpëtuar nga mëkati dhe ndëshkimi i përjetshëm. Shumë njerëz nuk e dinë se çfarë besojnë kristianë. Për ta është një mister i madh. Ata mund të mendojnë: pse janë këta njerëz kaq ndryshe? Pse sillen kështu? Cilat janë motivet e tyre?
Nëse ti je një besimtar kristian, ti duhet të ndihmosh të tjerët të kuptojnë se lajmi i mirë është për të gjithë. Shpirti i shenjtë i Perëndis do të na japë në dituri e guxim, ndërkohë që ndjekim Jezusin. Miku im, unë besoj se kjo kasetë të duk interesante dhe se do të ndihmoj për të kuptuar më mirë se çfarë besojnë kristianët e vërtet dhe mënyrën se si duhet të sillen. Ti mund të dua shumë herë të kthesh kësaj kasete ta dëgjosh përsëri. Ndaloj kasetën në ndonjë vend ku të duket e arsyeshme dhe mendohu për atë që thuhet. Pyet e veten, a e ndjekun Perëndin siç duhet? A e kam lejuar unë sakrificën që Jezusi bëri në kryq të bëj sakrificë për mëkatin tim? Foli Perëndis nga zemra. Ai do të gjithë njerëzit. Ai të do ty. Amen.